Është Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë nismëtarja e krijimit të një kulture menaxheriale të përbashkët për shërbimet shëndetësore në Shqipëri, Kosovë dhe vendet e tjera ballkanike. Kjo vjen si rrjedhojë e ndryshimeve që pësojnë të gjitha fushat e jetës. Ecco perché, diciamo, il medico... Ja përse mjeku dhe punojësi i shërbimit shëndetësor duhet të ketë një kulturë menaxheriale, e cila është ajo që ne presupozojmë sot në këtë konferencë. Quello che si propone di fare questa... Kjo është bërë në të shkuarën dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Si proposto in passato e continuerà a farlo nel futuro. Edhe Ministria e Shëndetësisë shprehet pro hapave para për të rregulluar sistemin shëndetësor në Shqipëri, që është perceptuar si një ndër dy sistemet më të korruptuar në vend sipas ministrit Beqa. Fundit, paratë e dhëna në dorë, në radhë parë ndikojnë më shumë mbi të varfrit, duke e thelluar më shumë varfrinë. Ne kemi vendosur të shkojmë drejt bulimit universal me financimin nga taksimi i përgjithshëm, duke marrë përsipër që asnjë qytetar shqiptar të mos bërë në varfëri pse nuk është në gjendje të përballojë kostot e kurimit dhe të kujdesit shëndetësor. Ministri dha dhe një lajm të ri në një replik me mikpritësin e këtij organizimi, profesor Tritan Sheun. Ai deklaroi zërim të pagesës së sigurimit shëndetësor në vitin 2017. Brenda qershorit 2017 do ta kemi 0%. Kështu që ajo është çështje që ndoshta nuk është top 2. Është çështje debati. Ha debat shumë ajo çështje. Ky është edicioni i 5 i një programi disa vjeçar të kualifikimit të drejtuesve të institucioneve shëndetësor të vendeve të rajonit, të organizuar nga Universiteti Katolik në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, rajonin e Toskanës dhe Universitetin e Firencës.